Në prag të sezonit turistik, institucioni i prefektit, njëherësh drejtuesi Task Forces në qarkun e Shkodrës, ka ndërmarrë një sërmasash për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e fluksit të vizitorëve. Prefektja e qarkut Shkodër Holta Duda bën me dije se është realizuar një koordinim me të gjitha institucionet përgjegjëse, në veçanti me Policinë e Shtetit, për të menaxhuar trafikun dhe për të siguruar zonat me frekuentim turistik. Kemi koordinuar me të gjithë institucionet të cilat janë pjesë përbërëse integrale pra e Task Force së ngritur në nivel qarku. Kemi rakorduar pikë së pari me Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, të cilët kanë marrë masa për të menaxhuar në mënyrë eficiente trafikun me Drejtorinë e Doganave dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit për të marrë masat e nevojshme për të përballuar hyrjet, le të themi, në pika doganore, cilat mendohet që do të kenë një fluks të rritur në ditët në vazhdim. Këtë vit vjetërin njështimi ndjeshëm i turizmit urban, ku qyteti i Shkodrës po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, falë ofertës kulturore, historike dhe aktiviteteve të shumta. Duhet të theksuar fakti që në qarkun Shkodër janë dhe është edhe turizmi në zonat urbane ose në zonat historike apo muzeale të bashkive të gjitha bashkive të këtij qarku. Ndërkohë një vëmendje veçantë është kushtuar edhe zonës bregdetare të Velipojës. Për të përballuar këtë sezon turistik në plazhin e Velipojës janë ngritur edhe stacionet e Policisë së Shtetit, edhe njësia Policisë Bashkiake dhe një stacion i zjarrfiksës. Autoritetet theksojnë se bashkëpunimi ndërinstitucional për përgatitjet e kryera synojnë të ofrojnë një sezon turistik sa më të qetë dhe të suksesshëm për të gjithë vizitorët që zgjedhin Shkodrën si destinacion.